Për shërbime komunale, qytetarët e Maqedonisë paguajnë shuma të mëdha nga buxheti familjar. Krahas asaj se për shërbime publike ndajnë pothuajse 1/3 nga shporta e shpenzimeve, shpesh herë nuk janë të kënaqur nga ato shërbime. Këto të dhëna janë pjesë e propozimeve të dala nga hulumtimi i organizatës për mbrojtje të konsumatorëve, në lidhje me të drejtat dhe interesat e shfrytëzuesve të shërbimeve. Hulumtimet tregojnë se shumë nga konsumatorët nuk i dinë të drejtat e tyre dhe shpesh herë nuk dinë ku të drejtohen për shkak se sistemi për ankesa nuk funksionon. Tregtari Goran Stojanovski, i cili tashmë 25 vite mirret me biznes, thekson se nuk ka probleme kur një klient i pakënaqur vendos të kthejë ndonjë produkt. Në këtë rast, ai siguron se konsumatori është në rend të parë. Konsumatori tek ne është i mbrojtur maksimalisht. Shpesh konsumatorët përdorin lojëra të ndotura dhe kërcënime. Mirë po ne që në fillim ju vëjmë pikën dhe ju tregojmë që do të pranohet kërkesa. Por nuk janë të gjithë tregtarët të njëjtë. Disa nga konsumatorët që Televizion 21 i takoi sot, thonë se nuk janë të kënaqur me sjelljen e shitësve kur dëshirojnë të kthejnë ndonjë produkt të blerë, edhe pse e dinë se kanë të drejtë. Mendoj që as pak nuk jemi të mbrojtur. Duhet të punohet shumë për të drejtat e mbrojtjes së konsumatorëve. Mariana Lonçar Velkova, kryetare e organizatës së konsumatorëve të Maqedonisë, theksoi se qytetarët ndjehen të pafuqishëm pasi që nuk besojnë ose nuk janë në pozitë që të kërkojnë të drejtat e tyre dhe nuk presin se problemet e tyre do të zgjidhen. Më tej ajo sqaroi se ankesat e qytetarëve nuk janë zvogluar që nga hapja e organizatës së konsumatorëve të Maqedonisë, mirë po janë shtuar organizatat e tilla që ofrojnë ndihmë për konsumatorët. Nuk do të thotë që është zvogluar numri i ankesave. Megjithatë, është rritur numri i institucioneve të cilat pranojnë ankesa dhe është reduktuar numri i ankesave që vijnë tek ne, me çka është përndarë edhe në institucione tjera, organe inspektoriate dhe trupa rregullator. Organizata për mbrojtje të konsumatorëve në hulumtimin e saj ka ardhur në përfundim se është e nevojshme të inkorporohen rekomandime të reja për shërbim ofruesit. Mes tjerash, ata duhet të sjellin ligj të ri për mbrojtjen e konsumatorëve, të paraqesin sistem të zgjedhjes së ankesave dhe të përpunohet strategji për mbrojtjen e konsumatorëve me theks të veçantë në shërbimet publike.